Drejtori i infrastrukturës në komunën e Prishtinës, Sokol Havolli, bashkë me ekipin e tij, kanë dalë në terren për të inspektuar gjendjen e rrugëve që janë dëmtuar nga rreshqit dhe mungesa e mirëmbajtjes. Ai vizitoi disa prej rrugëve më të frekuentuara të qytetit, ku janë evidentuar gropa të shumta që po rrezikojnë sigurinë e qytetarëve. Ne vazhdimisht jemi në terren me inxhinierat, po jemi, si me thonë, me inxhinierat e zonës 5, në zonën 5 e kështu me radhë. Edhe sot, edhe në ditë në vjeme, kemi vendosur me dalë me krejt ekipën e inxhinierave të drejtorisë të infrastrukturës të komunës Prishtinës, mi vizitu shumicën e rrugëve, sepse është vështirë për një kohë të shkurt mi vizitu gjitha rrugët e kryeqytetit, se është numër i madh i rrugëve, po megjithatë arteriet kryesore dhe rrugët të cilat e dim se ka probleme në infrastrukturë, sikur që e patë edhe këtu, hapja që ka ndodhur e rrugës prej ujësjellësit, edhe ti ndajmë detyrat, ti japim detyrat që sa më shpejt të përmirësohet infrastruktura, të përmirësohet edhe çështja e pusetave, sepse është problem jo vetëm në Kosovë, jo vetëm në Prishtinë, por në gjitha vende tjera. E përveç sanimeve të rrugëve, jemi duke e bërë edhe përcjelljen edhe të projekteve tjera, sikur që janë rrugët, lidhja me Unazën, shkojmë tash pas këtij pozicioni tek pjesa e Urës, e kështu me radhë, gjitha projektet praktikisht që janë pak më madhështore për kryeqytetin, kemi me vizitu, këtu kemi të bëjmë me inxhiniera profesionistë që janë të drejtorisë të investimeve kapitale, që secili o e menaxhon një zonë, o i menaxhon disa projekte, edhe i bëjmë shpjegimet, edhe e shohim planin dinamik që mos të ketë vonesa në realizimin e gjitha këtyne projekteve. Kjo lëvizje është veç tash, veç tash jam emëru drejtor, kështu që megjithatë në çdo detyrë që e kam mundohem të familiarizohem me projektet, edhe synimin e kam që për gjatë periudhës së mbetur vazhdimisht të dalim me ekipat në terren, edhe është e nevojshme dalim një herë në javë në projekte të caktuara me ekipe më të vogla, sigurisht se ato e bëj çdo ditë. Ndodh në zyre përfundoj gjatë krejt javës vetëm 2-3 orë të i kalu, se pjesën tjetër është në terren me menaxher projekteve për projekte specifike. Mirë po, kështu me krejt ekipën është hera e parë që e kemi bërë, për këtë një muaj sa jam në detyrë, e megjithatë synimi është që ta përsërisim disa herë gjatë verës, që t'i përcjellim punimet nga afër me gjitha ekipet profesionale të drejtorisë të investimeve kapitale. Po gjithsesi, pas sezonës dimrit ka nevojë për intervenime, edhe ka pas zgjerim edhe të rrjetit ujësjellësit që ka pas edhe prerje të rrugës, kështu që i kemi pas disa faktorë që domosdoshmë dëmtojnë rrugët, dëmtojnë edhe kapakat e pusetave kështu me radhë, sepse sezona e dimrit, të rreshurat, shiu, lagështia, këto krejt shkaktojnë erozion të rrugës në pikat më të dobta, po e them, edhe ato pastaj bëhen edhe gropa. E qëllimin e kemi që në një afat shumë të shkurt t'i përmirësojmë, t'i sanojmë gjitha rrugët, t'i eliminojmë gjitha gropat, dhe natyrisht prap ka me pas zgjerim të rrjetit ujësjellësit, zgjerim të rrjetit energjisë elektrike, edhe më e lehta gjithmonë është më bëhen nëpër rrugë. Prap ka me pas prerje të asfaltit, por kushti jemi në bashkëpunim edhe me ujësjellësin, edhe me operatorët e energjisë elektrike, telefonisë e kështu me radhë, është që ditën që kryhen punimet po atë ditë të mbyllet dhe të riasfaltohet rruga, që sa ma pak të shkaktojmë problem për banorët, sepse nuk kemi nevojë të presim edhe nëse ka intervenime tjera në të ardhmen. Kemi sot intervenime, bëjmë sot intervenimin, e mbyllim sot. Kemi pas një javë prap intervenim, e hapim, por e mbyllim prap në të njëjtën ditë, që qytetarët sa ma pak të kalojnë me makinat e tyre, po edhe këmbësorët sa ma pak të kalojnë në për rrugë që nuk janë të përshtatshme. Ndërkohë, inspektimi ushtri edhe në punimet që po zhvillohen në urën kryesore, ku projekti për rehabilitim ka hyrë në fazën përfundimtare. Drejtor, kontrollojmë lokacione vazhdimisht, momentalisht jena në një vend ku mas shumë të pas ka punime, që të me sa përshojnë? Po, është njëna prej kontratave më të rëndësishme të komunës së Prishtinës, sepse kjo e bën lidhjen e asaj që ka quajmë në Unaza brendshme me rrugën rajonale, ose që e njohim gjithë me rrethin e Fushkosovës, pra kemi një rrugë shumë funksionale që e zbraz qytetin në masë të madhe me trafik prej rrethit të Arbëris, që vjen për mbi Hekurudh, praktikisht në fund të Arbëris dhe mbi Hekurudh kjo rrugë.
edhe e lidh komunikimin me rrethin. E keni pas sigurisht edhe në të kalumen që pikërisht është kjo pjesa e urës aty ku ka qenë e përfundume dhe pa realizume në të kalumen. Arsyet janë të ndryshme, përfshi edhe derisa është qartësu çështja e ndërhyrjes me projekt për shkak të hekurudhës e kështu me radhë. Tash është dashur edhe më ndryshu modeli për shkak që mundeni me vrejt. Ai model është me një shtyll, mirë po në këtë fazë për mos me pengu qarkullimin edhe të trenave në të ardhmen, është dashur të ndryshohet edhe formati i projektit, po megjithatë është njëra prej punishteve kështu më të rëndësishme sepse pritet të shërbejnë mas të madhe në shkarkimin e trafikut prej qytetit Prishtinës, sidomos në orët e pasditës. Shumë e nevojshme realisht. Jashtëzakonisht e nevojshme sepse pa realizimin fillimisht të unazës brendshme, por edhe të unazës jashtme, trafiku gjithsesi do të mbetet i ngarkuar. Prandaj kjo ka qenë edhe arsyeja pse gjithmonë kemi bërë thirrje edhe ministrisë që ta nënshkruajë garancionin për unazën e jashtme, sepse ajo e mundson që një pjesë e njerëzve fare të mos kenë nevojë me hyrë në qytet kur kanë punë rreth qytetit të Prishtinës. Po, çka është shumë e rëndësishme është që ky projekt pothuajse është drejt finalizimit, edhe shumë shpejt edhe do jetë i qarkullueshëm. Ani pse duket se ende ka mu vendos, mirë po këto gjithë shumica e pjesës ose për me këtu vjen e parafabrikume vendoset në këto shtyllat edhe natyrisht komunikon me rrugën tjetër që është mbi hekurudhën apo ajo rruga nën komunën e vjetër nëse e ke parasysh. Mundna me prit me qarkullu mbi këtë rrugë, pra afërsisht sepse e di na që këto mund me livrit edhe për shkak të kushteve atmosferike, gjëra të tilla që ndikojnë. Po tash është bërë prafërsisht një muj prej se unë e kam këtë detyrë dhe është një 5-6 herë që kom ardhur këto dhe kom bisedu me menaxherin, nuk kemi ndryshim shumë të afatit, po nuk po du me thonë sepse pastaj lidhna për fjalën 100% edhe më do të me dalë me punu edhe vetë me durët mija e zdi mjeshtri që sa i punë e pojtut. Po jo, gjithsesi është çështje disa javëve, po nuk disa javë, po jo javë, themi... Po themi 2-3 javë? Jo, nuk po themi 2-3 javë, po as nuk po themi 7-8 javë, 10 javë. Kështu që nuk po du me dhonë diçka javë një shifrore, nëse më i me thonë kështa, a bën që shtu, javë një shifrore. Tako me apet, po sigurisht kemi mu taku me një gjendje shumë atë mirë edhe shpresoj dhe besoj, në fakt, në bazë dinamikës punës jam i bindën që do takohemi në rrugë të qarkullueshme. Pse jo, edhe në një xhiro me veturë. Sipas zyrtarëve komunal, qëllimi është të përshpejtohen punimet dhe të ndërhyet në zonat më problematike për të shmangur vonesa të metutjeshme dhe për të garantuar sigurinë e qarkullim.